kolegët e Partisë Socialiste thanë që ne po bëjmë gjëra që Partia Demokratike nuk i ka bërë kurrë. Dhe është e vërtet. Dhe për hir të vërtetës, edhe nëse do të vinim nesër, ne këto PPP-t e juaja nuk do t'i bënim kurrë. Ne e vërtetë është që nuk e kemi guximin, se ne nuk e kemi guximin që keni ju, që të vidhni shqiptarët në këtë farë feje. Asnjëherë, sa do herë të vi Partia Demokratike në pushtet, asnjëherë ne nuk do bëjmë nga këto PPP-t e juaja. Që merrnit një murator në Itali dhe i jepshit tu koncesionin e sterilizimit. Që merrnit një murator tjetër prapë në Itali dhe i jepnit këtu koncesionin, në Greqi, dhe i jepnit këtu koncesionin e laboratorëve. Dhe shkojnë qytetarë shqiptarë për të bërë analizat. Dhe në spitali thonë, s'ka mundësi, shko tek privati. Dhe ju këtë e dini gjithë. Dhe nuk vini ta denonconi. Ndaj dhe nuk bëni transparencë. Ndaj dhe këtu nuk sillni transparencë te ky ligj. Qëllimisht, sepse kërkoni të fshini planin që ju keni për vazhdimin e vjedhjes qytetarëve shqiptarë me këto PPP-t e juaja. Sa PPP keni kolegë që janë sot në nënhetim? Sa kolegë tuaj janë sot në burg për shkak të këtyre PPP-ve që ju kërkoni t'i vazhdoni dhe t'i mbroni? A nuk është e vërtet? Jo opozita, po kontrolli lartë i shtetit ka konstatuar në raportin vjetor performancës së PPP-ve tuaja për vitin 2024, që nuk është publikuar duke shkelur detyrimet ligjore neni 10 i ligjit 125 fraksion 2013. Tani, këto a janë akuzat opozitës apo të institucioneve që ju vetë krenoni? Pse nuk është publikuar raporti? Sepse do mbajë fshehur vjedhjet që ju kishit në plan dhe bënit me këto PPP, me këto koncesione. E vërteta është që koncesionet janë skema më kriminali që ju keni ndërtuar. Koncesion i thënqin. Thatë me të vërtet që koncesionet nuk i ka shpikur në Shqipëri. Po koncesionet në për Europë, privati hedh parat e veta. Kurse ju i thoni urdhro resurset shtetërore, urdhro dhe parat nga shteti, dhe qarë rrezikon ky biznesmen që u jepni ju koncesion, që i jepni ju PPP? Zero rrezik ka për atë. 100% rrezik për shtetin shqiptar. Ky lloj koncesioni ekziston vetëm në Shqipëri, ku biznesmeni vjen me zero risk. Zero risk. Vetëm për të fituar. Pse? Si merr gjitha ai. Pjesën më të madhe e merr ministri. Sa rrugë keni bërë me koncesion? Keni kthyer çdo gjë me koncesion. Edhe sigurinë e vendit po e jepni me koncesion. E vërteta është të nderuar qytetar që po të kishe një qeveri të drejtë, të vërtet që kishte hallin e ekonomisë shqiptare, gjëja parë që do të bënin do të ishin largimi nga PPP-t dhe koncesionet që këta kanë sjellur këtu. Ka kolegë të mazhorancës që edhe i kanë denoncuar vetë. Atëherë pse sot kur vjen çështja për votim, kur vjen çështja për diskutim, nuk thoni të vërtetën qytetarëve shqiptar që po këto koncesione kanë qenë dështim, që po dhe Bashkimi Evropian na ka paralajmëruar, që po banka botërore na ka paralajmëruar. Pse nuk i thoni këto? Po thënë janë shpifje të opozitës. Sepse te këto koncesione, te këto PPP që janë në kurriz të vendit, janë në kurriz të shtetit, janë kurriz qytetarëve, por janë mirë për xhepat tuaja. Dhe gjithçka bëhet në këtë sallë, bëhet vetëm për të mbushur xhepat tuaja. Këtu çdo diskutim që bëhet, çdo projekt ligj që vjen ka një mision, të mbushit xhepat tuaja dhe të zbrasit xhepat e qytetarëve shqiptar. Dhe gjithë pushtetin që ju akumuloni, që blini, vidhni, e doni vetëm për një gjë, të mbani këto karrike fort, të mbani këtë pushtet fort, që mos të arrestoheni nesër. Se ju për 24 orë, pa fuqin e vjedhur sovranit, do të ishit në të gjithë
tek dyert e drejtësisë. Si të shkoi Ilir Beqja, për këto ka shkuar ai. Për këto koncesione ka shkuar. Si që ka shkuar Erion Veliaj, si që ka shkuar shumë kolegë tjerë. Dhe ashtu do vazhdojnë, do shkojnë të tjerë, do shkojnë dhe zonja që s'është këtu, që se gjejmë më. Që nuk po e shikojmë ku është, se dhe ajo ka koncesione. E do duhet vinte ta mbronte tani këtë ligjin, që thonë e kemi parafruar me Bashkimin Evropian. Ç'lidhje ka kjo me Bashkimin Evropian? Bashkimi Evropian ka 10 vjet, 12 vjet që ju thot ju keni probleme PPP-t. Edhe FMN-ja, edhe Banka Botërore, dhe ju keni vazhduar detyrën tuaj, punën tuaj, të mbushni xhepat tuaja. Ndaj të nderuar qytetar, kjo seancë më së shumë për çdo gjë tjetër shërben për dy çështje. E para për të kuptuar pse i duhet akumulimi i pushtetit, dhe e dyta për të kuptuar që çdo gjë, çdo nisëm që ndërmerr ky parlament ka vetëm një qëllim, të mbushin xhepat e pushtetarëve që janë sot. Nëse diskutojmë për rendin e ditës, nëse diskutojmë për një çështje jashtë rendit ditës për problemet e qytetarëve, kohë nuk kemi. Lihen për fund. Ama nëse diskutohet për PPP-t, qohet e gjithë mazhoranca në kohën fjalim për t'i mbrojtur, sepse PPP-t janë interesi tyre, nuk janë problemet e juaja, nuk janë problemet e qytetarëve shqiptarë. Në të gjitha rastet, pavarësisht mbrojtjes që ju mund të bëni, këtyre PPP-ve dhe këtyre koncesioneve po u vjen radha. Dhe një këshill, distanconi, denoncojni, mos u bëni pjesë e atyre që i kanë krijuar dhe që sot po përfitojnë. Qofshin ta politikan apo biznesmen. Bëni pjesë e atyre që i denoncojnë, sepse kur vjen puna për pensionistë kemi para, po për PPP e për biznesmen kemi miliarda euro. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Bora Muzhaqi, të përgatitet zoti Besart Xhaferi. Nderuar drejtues së seancës, dashur koleg deputet, në fakt do kisha dashur që ta merrja fjalën pas një tjetër kolegu, dhe ndoshta nuk jam personi më adapt për të folur pas kolegut që sapo foli, se që të flasësh pas teje do duhet dish të gënjesh njësoj siç merr frym, do duhet dish të bësh akuza që kur zgjohesh mëngjes, dhe me thënë drejtën, e di kush është problemi që kur unë shoh një koleg që është pak a shumë moshatar im, pres me thënë drejtën një lloj politike ndryshe. Pres që ne të ngrihemi këtu dhe të flasim për projekt ligje, po unë dyshoj fort që një pjesë e madhe e kolegëve i kanë lexuar ato 79 nenet që ka ky projekt ligj, dyshoj që kanë lexuar ndryshimet që janë bërë në projekt ligj, dyshoj që kuptojnë diferencën midis ligjit më parëshëm dhe ligjit që ne sot kalojmë këtu në kuvend, dhe do ishte mirë që ne diskutonim në mënyrë konstruktive me njëri tjetrin. Po qartazi besoj që nga shkuara na kanë mbetur pas disa nga këto mesazhet apo modelet që duket sikur në partinë tuaj, duke ndjekur këto lloj modelesh, ecim përpara. Nuk është gjë e mirë mendimin tim, megjithatë, siç thash, secili ka mendimet e veta. Përpara se të kërkosh fjalën për replikë, edhe një sqarim tjetër që nuk e kërkon dot fjalën për replikë nëse unë të kesh interpretoj. Vetëm ky është rasti, se të përmend emrin nuk është rasti për replikë. Thënë kjo, lidhur, unë jam këtu sot për të folur për Komisionin Evropian dhe për çështjet e jashtme dhe dëshiroj që të përcjell në fakt mendimin e këtij komisioni pro këtij projekt ligji. Spari arsyeja pse ne jemi pro këtij projekt ligji lidhet me përputhshmërinë me standardet e Bashkimit Evropian. Ky projekt ligj parafron legjislacionin ton me direktivën 2014 fraksion 23 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për dhënien e kontratave koncesionare. Dhe është në fakt në përputhje me terminologjinë, me parimet dhe procedurat e kësaj direktive të Bashkimit Evropian. Ky projekt ligj është pjesë e kapitullit 5, që është kapitulli për prokurimin publik dhe vjen si një adresim i kërkesës së raportit të Këshillit Evropian për vitin 2024 për rishikimin e ligjit të PPP-ve me qëllim për afrimin me akinë e BE-s. Ky projekt ligj është në përputhje me dispozitat qoftë burimeve parsorë dhe dytësore të akisë BE-s, po megjithatë dhe me parimet që rrjedhin për këtyre dispozitave. Ky projekt ligj vendos një bazë konceptuale të një kuadri të ri ligjor për koncesionet, për partneritetet publike
private në Shqipëri, duke synuar krijimin e një sistemi të qartë, qëndrueshëm dhe transparent për nxitjen e investimeve private në infrastrukturë dhe në shërbime publike. Duke qenë se ligji i ri është voluminoz dhe kolegët e Komisionit Përgjegjës u ndalën gjërësisht në parashikimet dhe dispozitat ligjore, nuk po ndalem gjithë detajet e projektligjit. Dua të veçoj disa risi që ky projektligj ofron, për qartësim qytetarëve dhe në kundërshtim me narrativën populiste që kemi dëgjuar deri tani nga opozita, ku u fol për shumë çka, por jo për dispozitat ligjore të këtij ligji konform Bashkimit Evropian, nuk dëgjova në fakt që të flitet. Përmirësimi kryesor që ky projektligj ofron është rritja e transparencës dhe konkurrencës. Dhe kjo realizohet, siç përmendi dhe kolegu më herët, nëpërmjet vendosjes procedurave të hapura dhe negocim të standardizuar, por gjithashtu dhe nëpërmjet publikimeve elektronike dhe ftesave të detyrueshme për shprehje të interesit. Këto masa adresojnë problemet aktuale që janë identifikuar për publikimet pjesshme apo procedurat pafavorshme, por gjithashtu sigurojnë edhe një përfshirje më të gjerë të operatorëve ekonomik si dhe ulje të kostove të pjesëmarrëse. Ndërkohë nga ana tjetër diçka që veçanërisht vlerësojnë në këtë projektligj lidhet me ndarjen qartë të roleve institucionale dhe përgjegjësive të aktorëve publik. Ministria Përgjegjëse për Ekonominë udhëheq politikat strategjike të partneriteteve publike-private, ndërkohë Ministria Përgjegjëse për Financat ushtron kontrollin fiskal nëpërmjet miratimeve paraprake, raportimeve periodike dhe administrimit portofolit rrezikshëm.